Përshëndetje. Presidenca vendosin dispozicion të Partisë Shtet Kabinetin e Presidentit të Republikës. Kjo është arsyeja që në datën 30 maj, grupi parlamentari PD paraqiti kërkesën e tij drejtuar presidentit për mos ndërhyrje të këtij institucioni në procesin zgjedhor dhe ruajtjen e neutralitetit politik nga ana e tij. Kjo kërkesë lidhej me emrin e Ilirian Rusmali, pjesë e kabinetit të presidentit Begaj, i cili mban njëherëzi detyrën e antarit të KAS, duke sjellë si pasojë shkeljen e dispozitave ligjore nëpërmjet cënimit të parimit të paanshmërisë politike dhe përfaqësimit të unitetit të popullit. Përjashtimi i zotit Rusmali nga shqyrtimi i kërkesës ankimore ka qenë objekt i kërkesës PD-ASHM në datën 2 qershor, duke arsyetuar shkeljen dhe vendimarrjet e tij në cilësinë e antarit të KAS-it, haptazi kundër palës ankimuese subjektit zgjedhor, Partia Demokratike, dhe përfaqësuese të saj ligjor, duke krijuar arsye serioze për një anshmëri në mbështetje të nenit 42.2 të Kushtetutës, nenit 6.1 të Konventës Europiane për Drejtat e Njeriut, nenit 30 të Kodit Procedurave Administrative dhe nenit 135 të Kodit Zgjedhor. Kërkesa e mësipërme sigurisht u rrëzua nga KAS, duke mos pranuar përjashtimin e zotit Rusmali. Nga ana tjetër, Shkolla e Magjistraturës ka vënë dispozicion të partisë studentët e saj, kështu kandidatja për gjyqtare, sipas listës përfundimtare të publikuar në 13 maj nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, zonja Shila Ballhysa, rezulton njëherësh përfaqësuese e Partisë Socialiste në KQZ. Prandaj, Partia Demokratike kërkon me urgjencë nga Presidenti i Republikës dhe Shkolla e Magjistraturës të distancohen me veprime konkrete nga këto palishmëri. Në të kundërt, mosveprimi i tyre dëshmon se përzierja e Partisë Socialiste me struktura që prezumohen të jenë të paanshme në vlerësimin e procesit zgjedhor, sjell si pasojë vetëm farsa elektorale, si ajo 11 majit, përshkruar më së miri në raportin paraprak të OSBE ODIHR. Faleminderit.